Përshëndetje të shtrenjtë të mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit shkurt për shenjën e ujorit. Ujor në javën e parë të shkurtit, shikoj emocione të forta, shikoj situata të papritura, surpriza që mund të jenë të pakëndshme për disa ujor. Ju shoh nervoz, ju shoh të mërzitur, ju shoh të ngarkuar shumë emocionalisht dhe impakti do të jetë tek njerëzit që ju i keni më të afërt, që i besoni më shumë. Pra, ose bashkëpunëtor, njerëz që keni raporte pune dhe që keni vite që njiheni, ose raporte dashurie, romance. E them këtë sepse me datë një shkurt kemi hënën e plot në Luan. Energjia e Luanit është energji e kundërt me energjinë tuaj dhe do të zjas jo vetëm në datën një shkurt, por edhe 2-3 ditë më pas. Disa ujor do të zbulojnë që një koleg ose kolege, një bashkëpunëtor i ka gënyer, ka mashtruar për diçka, do të zbuloni fjalë, thashë theme që janë bërë mbas shpinës tuaj, do të zbuloni që dikush mund të ketë vjedhur nga ju ose ka përfituar, ka marrë një informacion, diçka që ti e ke si plan ta realizosh për veten tënde, ky person e ka marrë, ka bërë përpara kohë dhe ka kthyer në ide të veta, në biznes të vetin, ka fituar para nga ajo që ti ke dashur të realizosh, të bësh. Për disa ujor është një çështje që ka të bëjë me dashurinë, ku mund zbuloni që partneri ose partnerja flet me dikë tjetër, ka komentuar te dikush tjetër, ka treguar interes te dikujt tjetër dhe ajo do të krijojë një zënk, një debat, diçka të fuqishme. Në disa raste më ekstreme, sigurisht nuk është rasti për të gjithë ujorët, sepse ky është një lexim i përgjithshëm, po kjo si energji lidhet edhe me katastrofa, evente natyrore që ti nuk i kontrollon dot, siç mund të jenë përmbytjet, një mot shumë i keq që pastaj mund të shkaktojë edhe dëme. Kur them dëme në ambientin e shtëpisë, mund të prishet diçka, mund të pikojë shtëpia, mundet të kesh probleme me makinën për shkak të motit, apo probleme për të shkuar në punë, apo ti vetë me shëndet mund mos jesh mirë disa ditë. Kujdesuni ujor që çfarëdo që do të vijë për ju në këtë javë të parë, të jetë diçka që mënyra më e mirë është ta menaxhosh me qetësi, pa u alarmuar, sepse ju shoh shumë të mërzitur, ju shoh shumë shpërthyes, ju shoh shumë emocional, edhe pse aty për momentin do të shokoheni, do të mërziteni, do t'ju duket sikur do t'ju kthehen gjërat, gjithë bota po ju kthehet përbys. Në fakt kjo është një formë që të mbyllet ajo çfarë nuk vlen më për ju, çfarë nuk funksionon më për ju, sepse keni parasysh jemi akoma në vitin e gjarprit, në energjinë e nëntës, në mbylljen e ciklit, në mënyrë që të jeni të çliruar dhe gati për fillimin e ri për energjinë e 2026 dhe vitin e kalit, që fillon pikërisht me datë 17 shkurt, atëherë kur kemi dy evente shumë të rëndësishme, ku kemi vitin e ri kines, kalimin nga viti, nga energjia e gjarprit tek energjia e kalit, dhe kemi gjithashtu edhe eklipsin e hënës së re në shenjën tuaj në ujor. Por tranziti përpara datës 17, kalimi i kësaj energjie nga java e parë në javën e dytë, menjëherë do të shikoni që në fakt po ndodh për të mirën tuaj, sepse energjia e rrotës së fatit më tregon në javën e dytë që ti do kompensohesh për këtë shqetësim, për këtë dëm, për këtë problem. Mundet që dikush që ka pasur, për shembull, po ju jap një ide sepse është një lexim i përgjithshëm, por nëse ti ke pasur probleme që lidhen me ambientin e shtëpisë, mund të kompensohesh nga kompania e siguracionit në një vlerë të konsiderueshme që do të ndihmoj pastaj jo vetëm të shlyesh dëmet që ti ke, por do të kesh mundësi ndoshta edhe të riparosh diçka që në fakt është e vjetër dhe që duhej ndryshuar, ose mundet që të kuptosh që ishte më e mira që ti nuk e bëre diçka, që i shkëpute raportet e punës me këtë person në mënyrë që mos përfitoj më shumë nga ty dhe do të
do vi dikush tjetër që do të jap një opsion më të mirë ose do të ofroj diçka që do jetë më shumë fitimprurse. Pra, Zoti, universit është ajo shpreha që themi me një dorë të hedh, në dorën tjetër të pret. Do ju pres menjëherë ujor. Është një ndryshim goxha i madh nga java e parë në javën e dytë, nga i alarmimi, mërzia e javës së parë, menjëherë ku ti e kupton, ok, prit se gjëra më të mira po vinë, fati po më buzëqesh, gjërat po ecin ashtu siç ti dëshiron për veten tënde. Pastaj kur kalon në javën e tretë, në energjinë e datës 17 dhe më tej, aty duhet keni kujdes me eklipsin, sepse është në shenjën tuaj. Kur e ke eklipsin në shenjën tënde, në ujor, të çorodit, të bën të alarmon disi, ke një dëshirë ndonjëherë për të zhdukur nga bota, nga familja, nga njerëzit, nga gjithçka, të mërzitet çdo gjë rreth teje. Edhe ke një dëshirë për të ikur diku larg edhe për t'ia filluar jetës komplet nga zeroja çdo gjë, për ta djegur gjithçka, për të ne di çfarë nuk dua të merrem me asgjë nga ato që jam marrë deri tani edhe le t'ja filloj komplet nga asgjëja, nga zeroja edhe një herë. Kjo mund të jetë për disa ujor sigurisht problematike, prandaj nuk rekomandohet asnjëherë të marrësh vendime të nxituara gjatë eklipseve, gjëra ekstreme, ato ndjenja që do të kesh, se do të jenë ndjenja me ngarkesë të fortë. Shikoje veten me qetësi, shikoje çfarë ti po përjeton, çfarë ndryshimesh mund të bësh për vitin e ardhshëm, po pa u nxituar, jo në javën e tretë të shkurtit. Kjo nuk është koha më e mirë. Nëse bën diçka në mënyrë impulsive, mund të kesh pasoja më vonë, sidomos me punën, sidomos me shpenzimet, sepse shikoj java e tretë një javë ku keni një lloj padurimi ujor. Gjërat mund të jenë okay, mund të jenë mirë, të ardhurat janë normale, janë të qëndrueshme për disa për jush, po doni më shumë. Doni më shumë, doni para shpejt, doni që gjërat jenë më interesante, doni një jetë më të larmishme, ju lodh, ju ngarkon monotonia, keni nevojë për emocione më për gjëra të cilat ju mbushin me adrenalin. Shoh një sens padurimi për atë stil jetese që ju kërkoni, për ato nevoja që ju keni nga ana financiare, nuk i keni të ardhurat mjaftueshëm dhe do ta bëj të qartë këtë gjë për ju java e tretë e shkurtit. Por nuk është mirë të lësh një punë që është e sigurt, që ka të ardhura okay, edhe pse ti mund të mos kesh kënaqësi, prit ndoshta gjej diçka tjetër, një punë që të jetë shumë më e mirë me të ardhura më të mira përpara se të vendosësh të thuash nuk dua të qëndroj më këtu, do filloj diçka tjetër, do largohem edhe të jeni një kohë pa punë apo të kaloni siç themi nga shiu në breshër ose nga diçka që nuk ju pëlqen në diçka që bëhet akoma më tepër problematike. Ju potencial keni shumë ujor, keni mjaft forcë, mjaft vendosmëri kur dëshironi të realizoni diçka, por të gjitha hapat duhet jenë të mirë planifikuar dhe energjinë tuaj ta jepni në një formë sa më produktive, jo kaotike. Jo kaotike, vërtet akoma jeni në atë impaktin e eklipseve, por java e fundit sidomos të thotë ti e ke mundësin, ti e ke potencialin për të manifestuar jetën që ti dëshiron. Prandaj, çfarë ti ndjen, çfarë ti mendon bëhet realitet dhe do ta shohësh këtë gjë deri në një mënyrë të frikshme, gati në fund të shkurtit. Sepse do ketë momente që ti do thuash një gjë edhe do realizohet, fjala jote do të jetë kaq e fuqishme, do të duket si magji, sepse do të realizohet menjëherë brenda ditës ose brenda javës ti do ta shikosh të bërë realitet atë që ti the. Mund të bësh një bisedë me dikë dhe thuash, shiko kur të ndodh kjo gjë. Dhe ajo gjë do të pikërisht ashtu do të realizohet, do të bëhet. Prandaj këtë forcë që ti ke, forcën e zërit, forcën e manifestimit, forcën dhe dhuratën e të parit të ardhmes, shfrytëzoje pozitivisht për veten tënde. Për veten tënde dhe pse jo edhe për të ndihmuar njerëzit e tjerë, nëse e ndjen diçka për dikë, e ndjen e ke si
instinkt të brendshëm ndaje me atë person, sepse mund t'ju kujtoj në një kohë më vonë edhe të thotë po vërtet ai miku ose ajo mikesha e shenjës së ujorit më dha këtë këshill dhe kishte shumë të drejtë kur e bëri këtë gjë. Po për veten tënde fjalët duhet jenë shumë të mirëmenduara, sepse edhe nga orakulli i universit ujor, mesazhi për ju thot my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Pra energjia ime krijon realitetin tim. Ajo që unë fokusohem, aty ku unë fokusohem, unë atë kthej në realitet, atë manifestoj. Shumë e vërtet për ujorët, për muajin shkurt, jeni shumë të fuqishëm sepse e keni eklipsin në shenjën tuaj. Aq më tepër nëse jeni ujor që keni lindur në vitin e kalit. Për shembull, 1990-a, 2014-a janë viti i kalit, energjia e kalit. Nëse ti ke lidhur në këto vite, mundet edhe ta kërkosh në Google vitin kur ti ke lindur dhe të shkruash horoskopi kines, dhe në këtë formë e gjeneron Google në mënyrë automatike emrin, mund ta dish nëse je në atë energji, do të thotë që do të jetë një vit i jashtëzakonshëm, shumë i fuqishëm për ty. Kështu që më shumë se ujorët e tjerë, ujorët e lindur në vitin e kalit duhet të japin gaz, të japin fokus sa më shumë këtij viti. Çfarëdo që do të jetë për ty në mënyrë specifike, ngjarja e javës së parë, menaxhoje me qetësi, menaxhoje me durim, çdo gjë do të zgjidhet pozitivisht në favorin tënd, vetëm gjërat nuk do t'i arrish kaq shpejt sa që ti dëshiron, disa do duhen kohë dhe ndonjëherë duhen mbyllur disa dyer, duhen mbyllur disa cikle që të hapet një gjë e re, që një gjë shumë herë më e mirë të filloj për ju ujor. Okej, kjo është gjithçka që shikoj për ujorët për muajin shkurt. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse të pëlqeu ky lexim dhe dëshiron të rezervosh një lexim privat me mua, mund të më gjesh online tek websajti im në www.goldentruthtarot.com, linkun e gjen këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Të uroj gjithë të mirat dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.